Të dashur dëgjues të emisionit Një ditë në jetë, mirë se ju gjejmë edhe sonte. Jemi të nderuar që të kujtojmë që ne kemi vetëm një ditë në jetë. Pse jo ta kujtojmë edhe këtë gjë, që e djeshmja nuk kthehet më, e ardhmja nuk është e sigurt, ne kemi sotit, ditën e sotit. Le ta shfrytëzojmë më së miri duke e nderuar Perëndin dhe duke shërbyer njerëzve, duke ndihmuar në çfarëdo nevoje apo mundësie që ne kemi. Sonte së bashku me të ftuarin ton, Derek Hansen, drejtor ekzekutiv i shërbesës ndërkombëtare të Focus on the Family. Do eksplorojmë pyetje që prekin jo vetëm mendjen, por edhe zemrën tonë. Prandaj qëndroni me ne deri në fund, do të mësojmë gjëra të mrekullueshme nga ky njeri me provojë në këtë emision që këta kanë. Welcome, Brother Derek. Është kaq mirë të jemi këtu me It's ty. honor and blessing to have in our midst. I already introduced you and who you are and about your mission. Yes. Can you briefly introduce Focus on the Family and explain the heart behind the ministry? Yeah. So Focus on the Family was founded in 1977 by a man named Dr. James Dobson. So Dr. Dobson was a child psychologist in Southern California, and during that time there were a lot of Focus on Family u themelua në vitin 1977 nga James Dobson. Dr. Dobson ishte një psikolog fëmijësh në Kaliforninë Jugore dhe në atë kohë kishte shumë zëra që po përpiqeshin t'u thonin prindërve gjëra për të cilat ai e kuptoi se nuk ishin biblike dhe nuk ishin të dobishme për fëmijët. Ata thonin gjëra të tilla si lërini fëmijët tuaj të bëjnë çfarë të duan, mos i disiplinoni, jepuni gjithë lirinë që dëshirojnë, lejojini të bëhen kushdo që ata janë. Dhe Dr. Dobson e kuptoi se kjo nuk është ajo që mëson Bibla. Bibla thotë ti edukosh dhe ti mësosh fëmijët e tu. Prandaj, ai vendosi se duhej të fliste në kulturën e kohës dhe t'u sillte të vërtetën familjeve duke ndihmuar prindërit të rrisnin fëmijët e tyre në mënyrë që ata të njihnin Zotin. Kështu ai filloi Focus on Family, duke folur për mënyrën se si të rriten fëmijët, duke përdorur ekspertizën e tij si psikolog fëmijësh, si dhe kuptimin e tij për atë që Zoti na ka dhënë në shkrime. Përveç kësaj, ai kuptoi se çiftet e martuara shpesh përballen me vështirësi dhe kjo ndikon tek fëmijët, ndikon tek familja. Prandaj, ai u foli çifteve të martuara se si të ndërtojnë familje të shëndetshme, martesa të shëndetshme dhe si të rrisin mirë fëmijët e tyre. Që nga viti 1977, ne kemi bërë këtë në mbar botën, duke ofruar ndihmë praktike dhe këshilla për çiftet e martuara dhe për prindërit. and advice for married couples and for parents. Wow, this is very, very important topic, and knowing how the things are going these days. So we are glad to have you here because we want to hear more, and I believe that the audience already are getting tuned up to know more and to hear more from you. So what does your mission statement, helping families thrive in Christ, means in a practical terms? Yeah. Well, we need to remember that God cares deeply about families. As you study Po, the Bible, duhet të kujtojmë se Perëndia kujdeset thellësisht për familjet. Kur studion Biblën, do të kuptosh se në fillim të historisë së Biblës ndodhet një ceremoni martese dhe në fund të Biblës ndodhet një ceremoni martese. Në të gjithë shkrimin, ai na jep udhëzime dhe drejtim se si të ndërtojmë familje në mënyrën e duhur. Dhe kështu ne përdorim urtësinë e tij. Ne u andajmë atë familjeve, ne u japim ndihmë shumë praktike. Ne u mësojmë çifteve se si të komunikojnë mirë. Ne u mësojmë si të zihen në mënyrë të drejtë. Ne u mësojmë si t'i duan fëmijët e tyre dhe si t'i disiplinojnë fëmijët e tyre. Është ndihmë shumë praktike. Ne e dim se kur hiqni atë që Zoti na thot për familjen, familja juaj do të lulëzojë. Martesat tuaja nuk kanë pse të jenë të mërzitshme, nuk kanë pse të jenë të mbushura me armiqësi dhe grindje. Ato mund të jenë harmonike dhe të bukura. Ju dhe fëmijët tuaj mund ta doni njëri tjetrin dhe të jeni të bashkuar kur ndiqni parimet që Zoti na jep. Ne duam që familjet të lulëzojnë, ne duam që martesat të lulëzojnë, ne duam që fëmijët të lulëzojnë. Kur një familje lulëzon, ne duam që dhe shoqëria të lulëzojë.
Familja është themeli një shoqërie. Prandaj, ne kalojmë kohën tonë duke u dhënë familjeve ndihmë praktike, të bazuar në Bibël dhe në praktikat më të mira nga bota e psikologjisë, të sjella së bashku për t'i ndihmuar familjet të lulëzojnë. From the psychological world brought together to help families thrive. Very important. So, Brother Derek, you mentioned that this is founded since 1977. How has the ministry grown since that time and have an impact? Yeah, it's grown in a couple different ways, especially in the United States. That's where we have the biggest presence. We have grown in Po, ajo është rritur në disa mënyra të ndryshme, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara. Aty kemi praninë më të madhe. Ne jemi rritur në llojet e përmbajtjes që ofrojmë, shumë burime për martesën, shumë burime për prindërimin. Gjithashtu jemi rritur në mënyrën se si i shpërndajmë ato. I shpërndajmë përmes radios toksore, e cila besoj se është e disponueshme edhe këtu në Kosovë. I shpërndajmë përmes revistave dhe librave, faqes internetit dhe rrjeteve sociale, si dhe përmes aktiviteteve dhe eventeve. Ne gjithashtu pajisim kishat që të mësojnë vetë mbi jetën familjare. Pra, në këtë mënyrë jemi rritur. Në nivel botror, gjithashtu jemi zgjeruar, aktualisht po punojmë në nivele të ndryshme, në rreth 100 vende të botës, nga Azia në Australi, në Afrikë dhe në Amerikën Latine, në mbar globin. Ne ende po kërkojmë më shumë mundësi për të zgjeruar, sepse duam të ndihmojmë edhe më shumë familje. Por aktualisht kemi një praninë në rreth 100 vende. I really want to thank God and also thank you for being hands and feet of Jesus in this situation, like when it has to do with the families is very, very, very important. So, you have ministry all over the world. What are some of the greatest needs facing families today, globally? Yeah. Well, one of the things that we found is that families aren't an American thing. They're a Po, worldwide thing. një nga gjërat që kemi zbuluar është se familja nuk është një gjë vetëm amerikane. Some people Ato janë një realitet mbar botror. healthy and Të gjithë vinë nga një lloj familjeje. to thrive. Disa njerëz vinë nga familje që janë shumë të shëndetshme dhe të forta dhe mund të shihni se si kjo i ndihmon ata të lulëzojnë. Disa të tjerë mund të vinë nga familje ku janë shkaktuar trauma, ku ka pasur plagë dhe lëndime. Thrive Në të dyja rastet, ajo që mund të shihni dhe të kuptoni është se familja është kaq e rëndësishme. Ajo ose mund të ndihmojë të lulëzoni, ose mund të sjellë shumë dhimbje. Dhe kjo është e vërtetë në të gjithë botën. Ajo që po shohim janë shumë sfida të përbashkëta për familjet, pavarësisht kulturës në të cilën jetojnë. Çiftet e martuara kanë vështirësi të komunikojnë mirë, ndoshta nuk dinë si të përballojnë konfliktet. Dhe konflikti nuk është i keq nëse e menaxhon si duhet, por shumë familje nuk dinë si ta bëjnë këtë mirë. Prindrit përballen me fëmijë që ndoshta janë rebel ose më shpesh thjesht po ndikohen nga kultura që i rrethon. Ata ndikohen nga miqtë e tyre, ndikohen nga media dhe u thuhet të bëjnë gjëra, të festojnë gjëra dhe të jetojnë në një mënyrë të caktuar që nuk është e shëndetshme për ta. Dhe shumë herë prindrit ndjehen sikur nuk dinë si të komunikojnë mirë me fëmijët e tyre, nuk dinë si të flasin në jetën e tyre dhe të ushtrojnë ndikim pozitiv mbi ta. Një tjetër gjë që mendoj se po shohim gjithnjë më shumë është bindja se duhet të jesh gjithmonë i lumtur dhe se nëse po bën diçka që nuk të bën të lumtur, duhet ta lësh atë. Dhe unë nuk mendoj se kjo është e drejtë. Mendoj se nëse e gjen veten në një situatë ku nuk je i lumtur, ka raste kur duhet të largohesh prej saj. Por në përgjithësi, ajo që është e rëndësishme është të punosh për ta bërë atë një vend të mirë. Nëse po has vështirësi në martesën tënde, mos ik prej saj. Investo në të. Mëso dhe merr kohën e nevojshme për të vendosur. Duhet të marrësh një vendim, duhet vendosësh. Unë do ta bëj martesën time, një institucion të mrekullueshëm. Unë do të investoj në të. Prandaj jepu vetes dhe kohës tënde asaj martese. Bëje të shkëlqyer, mos ik prej saj. Mendoj se kjo është çështja që po shoh më së shumti tani. Make it great. Don't run away from it. I think that is the issue that I'm seeing mostly right now. You brought me something on my head that once in Greece,
I was preaching there in the church, and God was just stirring something in me, and I called some couples to pray. And in fact, I remember I praying also the pastor and his wife. They came there, and I asked also your family today with kids to come. And I never forgot that I asked the pastor and his wife, I said, so you don't have kids? They said, no. I said, where are they? I said, they are here. But they didn't show up to come in front. And I never forget, because you mentioned something, and that's why I'm bringing this story up. And I talked to both kids, boy and a girl, and I said, you are the ones that you can be the most joyful moment for your parents, or you can bring the biggest hurt. But there is a time to change. It takes one moment. As you are saying, we must come to God and know how to fight that situation. And things changed since that moment to their family. So praise God. I'm so happy what you are saying, because I know that this situation, in one way or another way, everyone is going, has been going, or is going to go through the difficulties. They are. We are coming. Okay, go, if you have to say. Yeah, well, I was just going to say, the thing that you need to remember is that all of us are broken. Yes. Ajo që duhet të thosha është se duhet të kujtojmë se të gjithë ne jemi të thyer. Të gjithë ne jemi të thyer. Prandaj, nëse jeni një marrëdhënie që nuk po funksionon, një pjesë e problemit mund të jesh edhe ti, apo jo. Nëse vendos të ikësh dhe të shkosh diku tjetër, mirë, ti prap je aty dhe prap je i thyer. Prandaj duhet të investosh tek vetja, duhet ta kërkosh Zotin, ta lejosh atë të transformoj ty dhe të transformoj situatën në të cilën ndodhesh, sepse nëse nuk e zgjidh problemin këtu, do të shkosh diku tjetër dhe do t'i kesh përsëri të njëjtat probleme. Prandaj, shko dhe rregulloj ato probleme. That was so powerful. Everyone is broken, and we must come to be restored. Starting for yourself. That's a great point for everybody. How does focus on the family help couples build strong, Christ-centered marriages? What are some of the most common struggles marriage couples facing today? Yeah. So I've spoken about some of this. But what Focus tries to do is we study the scriptures. That's where we begin. Kam folur tashmë për disa prej tyre, por ajo që përpiqet të bëj Focus on Family është të studioj shkrimet. Aty fillojmë. Çfarë na thot Zoti të bëjmë? Si na thot ai të sillemi në marrëdhënie? Si na thot të ndërtojmë një martesë? Ne shikojmë së pari aty. Gjithashtu shikojmë edhe në fushën e psikologjisë, cilat janë gjërat që njerëzit i kanë testuar dhe që janë të dobishme dhe funksionojnë. Ne i bashkojmë këto dy gjëra dhe pastaj i paraqisim në një mënyrë që është e lehtë për njerëzit t'i kuptojnë dhe t'i zbatojnë. Kështu, nëse një çift vjen dhe po kalon vështirësi në komunikim, ose ndoshta po përpiqet të ndërtojë një marrëdhënie më të ngushtë dhe intime, ne do t'u japim hapa dhe këshilla shumë praktike që mund t'i zbatojnë dhe që mund t'i ndihmojnë në forcimin e asaj marrëdhënie. Një shembull shumë i mirë për këtë është kur çiftet kanë vështirësi në zhvillimin e intimitetit të martesë. Një mënyrë shumë e mirë për ta përmirësuar këtë është të kalojnë kohë së bashku në takime si çift. Dilni dhe bëni diçka të re së bashku. Kur bëni diçka të re së bashku, përjetoni përvoja të reja. Kjo krijon një lidhje kimike mes bashkëshortëve dhe është shumë e thjeshtë për t'u bërë. Thjesht dilni një takim, provoni një ushqim të ri, shikoni një film të ri, ecni një shteg të ri në natyrë, bëni diçka që nuk e keni bërë më parë së bashku. Kjo është një mënyrë për të filluar ndërtimin e intimitetit. Ka shumë gjëra të tjera që mund të bëhen, por kjo është një gjë e vogël, e lehtë dhe praktike për t'u bërë. Nuk është e vështirë. But that's one small, easy, practical thing to do. It's not difficult. Can you share with us any testimony? That I know that you can have many on all these years, but maybe one or two that they can help people that are watching us. We get testimonies all the time, people calling in, and they're calling in because of a radio program that they heard. Po, ne marrim dëshmi gjatë kohës, njerëzit na telefonojnë, shpesh për shkak të një programi radiofonik që kanë dëgjuar. Kemi dëgjuar histori për njerëz që udhëtonin me makinë dhe dëgjuan një mesazh në radio. Ata filluan të preken emocionalisht, u desh të ndalonin makinën në anë të rrugës. E kuptuan se Zoti po hynte në jetën e tyre, po u fliste dhe po u jepte shpresë. Një çift erdhi tek ne dhe na tha:
Ne ishim gati të divorcoheshim. Në fakt, dokumentet e divorcit i kishim mbi tavolinën e kuzhinës në shtëpi. Ishim gati ta përfundonim gjithçka. Pastaj erdhëm tek Focus on Family dhe ju na udhëzuat me ndihmë praktike në mënyrë që të kuptonim se si të ndërtonim një martesë të shëndetshme. Ishte një mrekulli. Tani nuk dua më divorc. Jemi të përkushtuar ndaj njëri tjetrit. Është sikur kemi marrë një jetë të re, fal ndihmës praktike që na dhat. Po, ne shpesh themi në zyrat tona kur flasim me njëri tjetrin. Sa me fat jemi që mund të jemi pjesë e kësaj. Po në të vërtet, është Zoti ai që po e bën punën, apo jo? Zoti thjesht po na përdor, ai na ka dhënë urtësinë, ai po na siguron mjetet. Ne kemi privilegjin të jemi duart dhe këmbët e tij, të flasim në jetën e familjeve dhe është një gëzim i madh të jemi pjesë e veprës së tij. We get to be his hands and feet and speak into the lives of families, and it's just such a joy to be a part of his work. I was breathless because I know, and you know, that while we are talking, we know that there are people that are going through this situation, through this difficultness, and we are going to pray that this moment, what they are hearing, can be also for them a turning point for their lives. Yeah. And it takes a moment. Yeah. It takes a moment. Yeah, it does. And it takes a decision. Yes. It takes a decision. One of the things that we'll say to some people is, are you... Po, është e vërtet. Dhe gjithashtu duhet të jetë një vendim. Një nga gjërat që u themi disa njerëzve është, a jeni të hapur që ta lejoni Perëndin të bëj një mrekulli në martesën tuaj? Pra, nëse jeni të hapur për këtë, nëse dëshironi që ai të bëjë një mrekulli, duhet t'i hapni veten kësaj mundësie dhe të vendosni se do të investoni në të. Dhe është punë e vërtet. Do ju duhet të punoni fort për ta ndërtuar atë, por nëse e bëni, mund të ndërtoni një martesë, mund të ndërtoni një familje që është një vend i ëmbël për të jetuar, një vend i bukur për të qenë, një vend i sigurt, një vend që të jep jetë, një vend ku kur ktheheni në shtëpi, jeni të lumtur dhe mezi prisni të jeni atje, një vend ku kur fëmijët tuaj kthehen në shtëpi dhe ata mezi presin të jenë aty, por kjo nuk ndodh vetvetiu. Sepse ti je i papërsosur, bashkëshorti ose bashkëshortja jote është e papërsosur dhe fëmijët e tu janë të papërsosur. Por ju mund ta bëni, mund të punoni për këtë. Mund ta bëni familjen tuaj një vend të bukur. Prandaj bëjeni. Vendosni që ta bëni dhe investoni kohën e nevojshme. Thank you very much. We represent the first generations of Christians in the country. And one of the concerns we all have is parenting our children. You are a parent yourself. What are the biggest challenges Christian parents face in raising children today? As I mentioned, we are a first generation of Christianity in Kosovo. Yeah. So, you need to first remember that your children are surrounded by people who are lying or who don't know what they're talking about. The media is feeding them. Po, së pari duhet të mbani mend se fëmijët tuaj janë të rrethuar nga njerëz që ose po gënjejnë ose nuk e dinë se për çfarë po flasin. Media po ushqen atyre narrativa që nuk janë të vërteta. Duhet ta kuptoni se ata janë të rrethuar nga kjo. Dhe mendoj se është e dobishme të ndihmoni fëmijët tuaj ta kuptojnë këtë. Ndihmojeni të shohin se ka shumë mesazhe që u vijnë nga të gjitha anët dhe se jo të gjitha janë të dobishme, të mira apo të shëndetshme. Ndihmojeni të mësojnë të dallojnë të mirën nga e keqja. Gjithashtu si prind, duhet të kuptoni se kudo që është studiuar kjo çështje, kur i pyesim adoleshentët, nga kush dëshironi të merrni këshilla? Përgjigjja numër 1 është: dua t'i dëgjoj prindrit e mi. Ata nuk do t'ja u thonë këtë. Ata do të sillen sikur, ti nuk di asgjë babi. Nuk di asgjë mami, nuk e di për çfarë po flet, por në të vërtetë ata duan t'ju dëgjojnë. Prandaj flisni në jetën e tyre me guxim. Ata duan t'ju dëgjojnë. Sa herë që përpiqesha të flisja në jetën e tij, ai kundërshtonte, më sfidonte, por rebeloi kundër meje. Sinqerisht, ai po bënte të njëjtat gjëra në moshën 16 vjeçare që po bëja dhe unë kur isha 16 vjeç. Ishim thjesht adoleshent të pamend. Vendosa që do të vazhdoja ta doja dhe të sigurohesha që ai gjithmonë ta dinte
se unë isha aty për të, dhe se edhe kur do ta qortoja, kjo vinte nga dashuria. Madje ja thosha këtë, i thosha birë, tani do të them diçka sepse të dua. Dhe pastaj i thoja ato që doja t'i thoja. Ai përsëri përgjigjej. Ah, babi, ti nuk e di se për çfarë po flet. Dhe kështu ishte 15, 16, 17 dhe 18 vjeç. Ishte një periudhë e vështirë për mua. Tani ai është 24 vjeç, jeton në një qytet tjetër. Por ne flasim çdo javë dhe ai gjithmonë më thot: "Babi, të dua, faleminderit. Faleminderit që ke qenë aty për mua, faleminderit që je babi im." Nëse thjesht do ta kisha lënë të shkonte në rrugën e vet, nuk e di se ku do të kishte përfunduar. Ai është edhe biri i Zotit apo jo? Dhe unë besoj se nëse investoni tek fëmijët tuaj dhe kur është e vështirë, edhe kur ata thonë se nuk e duan këtë, ajo sjell frut. Prandaj siguroni që ata ta dinë se i doni. Siguroni që shtëpia juaj të jetë një vend i sigurt për ta. Flisni në jetën e tyre. Përqafojini ata. Përshpëritini fjalë dashurie në vesh. Lutuni për ta. Lutuni shumë. Dhe besoj se kjo do të sjell frut për ju. Even when they say that they don't want it, it brings fruit. So make sure they know that you love them. Make sure that your home is a safe place for them. Speak into their lives. So you hug them, you whisper in their ear, you pray a lot. And I believe that will bring fruit for you. Brother Derek, you mentioned something very interesting and I believe very important. You said that sometimes the children, they don't want to admit that they trust on their parents, but when it's the matter, they always want to come back to the first person, their parents. Can you give a little bit more of this? Because I believe it's very important you already said it, but I want you one more time for the audience, this to be explained. Yeah. So I just saw a study that was just done. And this is not the only study, this is many, but this specific study asked teenagers. Sa po pash një studim që është bërë kohët e fundit dhe ky nuk është i vetmi studim, ka shumë të tillë. Por ky studim i veçantë i pyeti adoleshentët: nga kush dëshironi të merrni këshilla për çështjet seksuale? 9 nga 10 adoleshentë në këtë studim thanë se zgjedhja e tyre e parë ishte: dua të dëgjoj prindrit e mi. 9 nga 10. Zgjedhja ime e parë janë prindrit e mi. Nuk dua të dëgjoj miqtë e mi. Nuk dua të dëgjoj rrjetet sociale. Nuk dua të dëgjoj shkollën. Dua të dëgjoj prindrit e mi. Studim mbas studimi na treguan se fëmijët duan të dëgjojnë prindrit e tyre. Prindrit. Aty fillon gjithçka. Aty është themeli. This is where it starts. This is the foundation. Thank you very much. We are really honored to have you in this program, and I believe already many hearts are being touched and going to be touched in the future, because this is going to remain so everybody can come back and watch it again. So, how does Focus on the Family integrate biblical truth with professional counseling? Yeah. Well, it begins with the scriptures. It begins with what the Lord teaches us in the Bible. Gjithçka fillon me shkrimet, fillon me atë që Zoti na mëson në Bibël. Të gjithë profesionistët tanë, të gjithë zëdhënësit tanë dhe të gjithë ekspertët tanë parasitgjithash janë të krishterë dhe kërkojnë urtësinë e shkrimeve. Pra, aty fillon gjithçka. Gjithashtu, ata janë të trajnuar në psikologji klinike dhe terapi klinike, kështu që studiojnë atë që na tregon shkenca, dhe shkenca e mirë gjithmonë e mbështet atë që thon shkrimet. Ndonjëherë shohim shkencëtar që thon gjëra që nuk përputhen me shkrimet, që kur i shqyrton më thellë zakonisht ka probleme me metodologjinë që ata përdorin. Shpesh ato drejtohen nga agjendat caktuara.
edhe ekipi ynë, për shkak se kërkon së pari Zotin, kur përballet me gjëra të tilla e kupton në zemër se diçka nuk është në rregull. Kur psikologjia thotë të bëhet diçka dhe ata e dinë se kjo nuk përputhet me shkrimet, ata e kuptojnë këtë sepse janë të lidhur me Zotin dhe mund ta refuzojnë atë. Prandaj ata fillojnë me shkrimet. Më pas bashkojnë njohuritë shkencore me to, hedhin poshtë ato pjesë që nuk përputhen me shkrimet. Dhe ky është këshillimi që këshilltarët tanë u ofrojnë njerëzve që u drejtohen dhe audiencës sonë. And this is the advice that our counselors bring to our constituents and our audience. As the time is going, we are coming closer to this interview with you, but there are some questions for the end. What encouragement would you offer to the families who feel overwhelmed today? Yeah. You don't get to do it for very long. From my personal experience, my youngest child just turned 20 years old. So my children are stepping into the world on their own. Po, nuk e keni këtë privilegj për shumë gjatë, po flas nga përvoja ime personale. Fëmia im më i vogël sapo mbushi 20 vjeç, kështu që fëmijët e mi po hyjnë tashmë në botë për të ndërtuar jetën e tyre. Më kujtojnë ditët kur ata ishin të vegjël, kur vozisja gjithandej për t'i çuar në aktivitete, dhe në shkollë kur shtëpia ime ishte rrëmuj dhe kishte kaos kudo. Më kujtojnë ato ditë. Tani që ato ditë kanë kaluar, kam mall të kthehem përsëri tek ato. Kam një marrëdhënie të mrekullueshme me fëmijët e mi. Ata tani janë të rritur, por nuk është e njëjta gjë. Dhe po, ishte e vështirë, ishte e ngarkuar, ishte lodhse, ishte dërmuese ndonjëherë, por ishte kaq e bukur. Kishte kaq shumë momente të bukura. Kur je në mes të gjithë asaj, kur je në mes të atij tornadoje, atij kaosi kur gjithçka vërtitet rreth teje, ndalu për një moment dhe vlerësoje atë. Vlerësoje sepse nuk zgjat shumë dhe do të gjesh momente që do ta ngrojnë zemrën. Do të gjesh momente që do të japin zemër dhe një ditë do të marrë malli edhe për të gjitha të kaos. Prandaj qëndroj përkushtuar, jeto në atë moment. Mos dëshiro një moment tjetër. Shijoje sa më shumë që mundesh çdo moment në të cilin ndodhesh. Një ditë do të marrë malli për të. Live in that moment. Live in that moment. Don't wish for a different moment. Enjoy everything that you can in whatever moment that you're in. You're going to miss it someday. Thank you, thank you. We can hear that this is coming from the depth of your heart and from the experience, and it's very important, you know, because the mission, the show that we are here together is one day in a life, and we have to use the best way that we can for our kids and for our people, and also to serve and minister to the God. Thank you for being part with your mission in Kosovo. In Kosovo, our children have been blessed from your program Adventure in Odyssey. For over 12 years now, I heard that in the fall, you will launch a new series. Can you share more about this project? I'm sure children will be happy to hear, but parents as well. Yes. Well, we're very excited about this new program. Po, sigurisht, jemi shumë të emocionuar për këtë program të ri. Po zhvillojmë një seri të re të animuar për Adventures in Odyssey. Ajo do të fillojë me një film të gjatë rreth 90 minuta i konceptuar si një premier kinematografike. Pas tij do të vijojë një seri episodesh prej rreth 30 minutash secili. Dhe kur këto të vazhdojnë, ne do të vazhdojmë të krijojmë gjithnjë më shumë prej këtyre videove. E po, ende nuk e kemi parë. Ekipi që po punon për të nuk më ka treguar ende, por kam dëgjuar gjëra të mrekullueshme rreth tij. Patëm një grup testues që e pa dhe 95% e tyre thanë, kjo
është një histori e mrekullueshme. Është një film i shkëlqyer, mezi presim që të dalë. Ende nuk kemi vendosur datën e publikimit, por shpresojmë që të jetë këtë vjesht ose ndoshta pranverën e ardhshme. Fillimisht do të shfaqet në kinema dhe më pas në platformat e transmetimit online. Prandaj jemi shumë të emocionuar për këtë. Praise God. Now, do you have planned to grow more the ministry in Kosovo? Talking about the future with Media 7 and developing maybe curriculums to strengthen the families. Yeah, that's why we're here. We're here to see what the Lord has for us here in Kosovo. Po, kjo është arsyeja pse jemi këtu. Jemi këtu për të parë se çfarë ka Zoti për ne në Kosovë. Do të punojmë me Radio 7 për të gjetur programe të reja, burime të reja dhe për t'i bërë ato të disponueshme për dëgjuesit këtu. Gjithashtu po zhvillojmë biseda me pastor dhe njerëz të medias, me njerëz si ju duke shqyrtuar mënyra të reja se si mund të ofrojmë burime për kishat dhe për njerëzit këtu në Kosovë. Thank you very much, Brother Derek. So honored to have you here. If there is left anything without saying, now your last message for the end, for our audience, will be welcome. Yeah, well, we'll try this. So, one thing that I always try and remember is that from before I was even born, the Lord has been working on me. And that's the same with you. Po, le ta provojmë kështu. Një gjë që po përpiqem ta kujtoj gjithmonë është se që përpara se të lindja, Zoti po punonte në jetën time. Dhe e njëjta gjë është e vërtet edhe për ju. Përpara se të lindnit, ai po punonte në barkun e nënës suaj për t'ju përgatitur dhe për t'ju pajisur për jetën që ju ka dhënë. Ai ju ka udhëhequr përmes shumë përvojave, disa shumë të mira dhe disa shumë të vështira. Ai ka vendosur brenda jush pasion, vizion dhe dëshirë për të bërë gjëra të caktuara. Dhe është e rëndësishme të mbani mend se tani është momenti kur duhet të jetoni atë që Perëndia ju krijoi të jeni. Dhe të bëni atë që ai ka vendosur përpara jush për ta përmbushur mbretërinë e tij. Prandaj dua t'ju inkurajoj të kërkoni drejtimin e Zotit në jetën tuaj, sepse ai ju krijoi për një qëllim shumë të rëndësishëm. Unë punoj në Shtetet e Bashkuara dhe kam mundësinë të vizitoj vendet e tjera. Kjo është pjesa ime e kopshtit. Ju jetoni në një pjesë tjetër të kopshtit këtu në Kosovë, por edhe ju keni një qëllim shumë të rëndësishëm. Dhe ju dhe unë po punojmë së bashku për të sjellë mbretërinë e Perëndisë. Prandaj le të bashkojmë krahët dhe ta bëjmë këtë. Le të kujdesemi për pjesën tonë të kopshtit dhe t'ia dorëzojmë Zotit. Dhe do të shohim se si Zoti do të veprojë për të shpenguar botën e tij përmes nesh dhe bashkë me ne. And we'll see how the Lord works to redeem his world through us and with us. Thank you, thank you, thank you. We have been honored and blessed to have you here and hoping next visit here to have you again here so we can hear from more of your experience, and I know that you have more to share. But thank you very much. Thank you very much. It's been a blessing for me. It's so wonderful for me. Është një kënaqësi e madhe për mua, t'ju njoh, të jem këtu me ju dhe të jem këtu me audiencën tuaj. Të dashur dëgjues, sonte ne kemi marrë një mesazh me shumë rëndësi për familjen, si për prindrit, ashtu edhe për fëmijët. Unë dua t'ju la me disa vargje nga letra e parë e Korintasve, kapitulli 13, prej vargut 4 deri në vargun 7, dua të lexoj me juve dhe thon kështu. Dashuria është e durueshme. Plot mirësi. Dashuria nuk ka smir. Nuk e vën në dukje dhe nuk kërkoset. Nuk sillet në mënyrë të pahishme. Nuk kërkon të sajat, nuk pezmatohet dhe nuk dëshon për keq. Nuk gëzohet për padrejtësi, por gëzohet me të vërtetën. I duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha dhe mban çdo gjë. Shfaqni dhe tregoni dashuri në shtëpitë e juaja. Deri në emisionin tjetër, Zoti ju bekov pa mas.